إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allah në falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut dhe strehim tek Ai kundrejt liksive të gjunaheve tona dhe kundrejt shpirtit tonë të prirë për të keqe, nefsit tonë. Atë që Allah e udhëzon në rrugën e drejtë, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta çon në humbje. Ndërsa atë që lën në humbje dhe devijim, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta udhëzon në rrugën e drejtë. Dëshmojmë dhe deklarojmë që nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përveç Allahut të vetmit të paortak dhe se Muhamedi është rob dhe i dëruar i Tij dhe vula të gjithë pejgamberëve. Allah në Kur'an na thirr duke na thënë: "O ju që keni besuar, vazhdoni të bindeni Allahut, duke i respektuar urdhrat e Tij dhe duke u përmbajtur nga ndalesat e Tij, dhe mos ja lejoni vetvetes me vdek ndryshe përveç se duke qenë musliman të nënshtruar dhe të bindur ndaj Tij." Allahun e falenderojmë për begatitë e Tij të panumërta ndaj nesh. Allahun e falenderojmë që na mundsoi ta presim muajin e Ramazanit. Allahun e falenderojmë që na ndihmoi dhe na dha sukses që ta plotësojmë agjërimin e këtij muaji të bekuar. Allahu i lartësuar në Kur'an thot: "Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dhe që ti plotësoni ditët e caktuara dhe që ta madhroni Allahun me tekbire dhe me lartësim të emrit të Tij. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, për ata që fare ju ka udhëzuar, për atë që fare ju ka dhënë sukses, për atë që ju ka përudhë në rrugën e drejtë, që ju ka bërë musliman, ju ka përzgjedhur që të jeni nga robërit e Tij të bindur dhe të nështruar ndaj Tij, la'allakum tashkurun, në mënyrë që të tregohi falënderues, në mënyrë që ta fitojmë këtë epitet, këtë lavdim, që të jemi prej atyre robërve të pakët të cilët Allahu i lartësuar i ka përshkruar në Kur'an: "Wa qalilun min ibadi ash-shakur", dhe pak nga robërit e mi falënderues, e Allahu i lartësuar na sjelli këtë muaj të bekuar që të trajnohemi, që të diplomojmë në këtë shkollë madhështore, që të bëhemi rob mirënjohës ndaj Tij, që të bëhemi rob falënderues ndaj Tij. E Ramazani, vëllezër të nderuar, ka shumë mësime të cilët na i dha për një muaj. E këto mësime vlen të ndalemi të meditojmë rreth tyre, që të qesim në praktik, që të zbatojmë dhe të jetësojmë frytet e kësaj shkolle. Sikurse një student kur diplomon, menjëherë e kërkon karrierën dhe punën dhe vazhdimin dhe specializimin e më tutjeshëm, ashtu edhe ne i ngjasojmë një studenti i cili hyn në shkollën e Ramazanit dhe diplomon në ditën e Bajramit dhe tani është duke kërkuar tregun. Duke kërkuar tregun, po tregun e ahiretit, që të del fetimtar tek Allahu i lartësuar. Për mësimeve më madhështore që Ramazani na jep neve dhe na i gdhen në shpirtat tanë, është që lumturia e vërtet është lumturia e shpirtit. Dhe jo lumturia e trupit, dhe jo lumturia e ngopjeve dhe shfryrjeve të epsheve. Ka thënë njëri prej dietarëve të hershëm nga selefi: "Law ya'lamu al-muluk wa abna'u al-muluk ma nahnu fihi min an-ni'am lajaladuna alayhi bis-suyuf." Sikur vetëm ta dinin mbretërit dhe bijtë e tyre se në çfarë begati gjendemi ne, do të na luftonin, kishin me na luftu me shpata që vetëm na e përvetësu këtë begati dhe këtë lumturi që e gëzojmë. Dhe kjo është e vërtetë. Dhe këta e përjeton gjithë secili agjërues, gjithë secili besimtar, e përjeton atë lumturinë e agjërimit, atë lumturinë e faljes së namazit, atë lumturinë e leximit të Kuranit, lumturinë dhe përjetimin e imanit dhe shijen e Tij, duke e lutur Allahun e lartësuar me lutje në sejdë. Apo ai besimtar që shkon në umre, e përjeton se qysh imani i tij ngritet as lart, saqë
lirisht shprehet sikur banorët e xhenetit të jenë në këso begatish, kisha më qenë i kënaqur dhe s'kisha më lyp më shumë prej përjetimeve të mëdha që përjeton besimtari në muajin e Ramazanit. Dhe kjo është e vërtetë, nga se mbretërit dhe bijtë e tyre përjetimin e kënaqësive e kanë në ushqime dhe në pije, në lukse të ndryshme, në shërbimin të cilëve ja u bëjnë të tjerë. Janë përjetime të trupit, përjetimeve të gjuhës, përjetime të trupit fizik dhe jo përjetime të shpirtit. Ndërsa besimtari përgjatë muajit të Ramazanit e ka lidh shpirtin e tij me adhurime të shumta, duke filluar me syfër, e duke agjëruar përgjatë orëve të gjata, gjatë tërë ditës, në durim, etje e pije, në abstenim nga marrëdhëniet intime bashkëtorë, dhe e qel Ramazanin, e qel agjërimin e tij në iftar, dhe të gjitha ato vështirësi të gjatë ditës i harron dhe e përjeton në gëzimin të cilin Allahu i lartësuar ja dërgon. Dhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që agjëruesi i ka dy gëzime, gëzimin kur bën iftar, se e ka plotësuar një adhurim, dhe gëzimin kur do të takoj Allahun e lartësuar. Allahu e bëft atë ditën më të mirë të jetës sonë. Ditën më të gëzueshme të jetës sonë kur të takojmë Allahun e lartësuar, dhe ai është edhe ai të jetë i kënaqur me neve. Vëllezër të nderuar, me të vërtet lodhja, etja, qëndrimi në këmbë për orë të gjata në namaz të taravive, apo qëndrimi i zgjuar në 10 neçin e fundit në namaz të natës, të gjitha u harruan. Dhe madje të kujtohen vetëm disa sekuenca atyre përjetimeve, dhe shpresojmë tek Allahu i lartësuar që të na mbet shpërblimi i atyre mundeve, atyre përpjekjeve sa do të vogla që i kena vënë që ta fitojmë kënaqësinë e tij. Prandaj Sheikhul Islam Ibn Taymija, ky kolos i Islamit, ka thënë: në dunja është një xhenet. Kush nuk e përjeton këtë xhenet, druhem që nuk do ta përjetoj as xhenetin e vërtet të ahiretit. Për cilin xhenet e ka pas fjalën? Është fjala për xhenetin e përjetimit të imanit. Është fjala për shijimin e ëmbëlsisë së agjërimit. Është fjala për shijimin dhe përjetimin që Allahu i lartësuar ka përzgjedhur që të rreshtohesh në safin e adhuruesve të Allahut të lartësuar. Është fjala që kur ti e përjeton se Allahu është ka thirr, a ka ndonjë lutës që po më lutet dhe ti thuash: o Allah, unë jam ka të lutem, përgjigj mu, ashtu qysh na ke premtuar. Këtë përjetim Sheikhul Islam Ibn Taymija ka përmend. E ky përjetim vllazën Ramazani, të cilën nuk i ka një javë, për të cilët kemi dalur, na ka dhënë falas. Tash pyetja për neve është: a dojmë ta ruajmë apo dojmë ta lëshojmë nga duart tona këto përjetime të mëdha që i kemi pas për gjatë muajit të Ramazanit? Sheikhul Islam Ibn Taymija ka thënë edhe një fjalë tjetër të madhe. Thotë: çfarë mund të më bëjnë mua armisht? Çfarë mund të më bëjnë? Thotë: ndërkohë që xhenetin, lumturinë dhe kënaqësinë e kam brenda gjoksit tim. Xhenetin, përjetimin e kënaqësisë e kam brenda gjoksit tim. E ka pas fjalën për lumturinë e shpirtit, lumturinë e imanit të cilën e ka përjetuar. Thotë: kudo që të shkoj, me çojnë në burg, në dëbojnë, këto janë me mua, nuk më ndahen nga zemra ime, nuk më ndahen nga gjoksi im. Kështu duhet të synoj besimtarit të përjetoj lumturinë, e jo ta kërkoj lumturinë tek epshet. Edhe pse këto epshe dhe ngopja atyre në suazat e halalit janë të lejuara dhe janë shumë normale dhe janë shumë të natyrshme në jetën e kësaj bote. Mirë, po mos të mashtrohet dikush ta kërkoj lumturinë në shfryrjen dhe në ngopjen e epsheve, nga se këto nuk ngopen kur. Në jetën e kësaj bote është sikurse të pish ujë nga uji i detit, uji i njenët. A e largon etjen? Jo, vallahi, vetëm sa të shtohet etja dhe më shumë. E çfarë e largon etjen e epsheve, etjen e kënaqësive të përkohshme të dunjas? Është vetëm ajo kënaqësia e imanit. Është vetëm besimi i kulluar tek Allahu dhe besimi në ahiret dhe mbindja e vërtetë e paluhatshme është ajo çfarë ty të ngop për një mah. Është ty çfarë të ngop dhe të kënaq për një mend, ashtu që ta shijosh në jetën e kësaj bote dhe të vazhdosh ta shijosh duke shpresuar tek Allahu i lartësuar që ta shijosh në ahiret, në xhenetet e pegatëve të cilët Allahu i lartësuar i ka përgatitur për besimtarët e tij të devotshëm. Ramazani, vllazën të dashur, na ka jap një mësim tjetër përveç përjetimeve të shpirtit, përjetimeve të imanit. Na ka treguar që çdo sakrificë dhe çdo mund duhet të shpenzohet që të arrihet ajo më e shtrejta.
E vërtet që për mi arrit më bë nga robërit e devotshëm të Allahut të lartësuar, më rështu në safat e robërve të bindur të Allahut që agjerojnë dhe që shpresojnë tek Allahu që do të hyjnë nga dera Rayyan që e ka përgatitur për agjeruesit, duhet sakrifikojmë, duhet më shpenzu, duhet durojmë etje pije. Dhe ky është mësimi të cilën duhet ta marrim si mësim jetësor. Nëse e don xhenetin, ruaj kufit e Allahut ashtu siç e ke ruajtur agjerimin dhe nuk e ke prish për gjatë tërë ditës. Je rujt dhe kujdes nga pikat e ujit gjatë marrjes së abdesit, nga troshat në gojën tënde je kujdes dhe i ke largu dhe i ke pshty jashtë që mos ndoshta po të dëpërton ndonjë në lukthin tënd. Je kujdes me devotshmëri dhe me bindje ndaj Allahut që mos ta rënosh dhe mos ta grisësh agjerimin tënd. Je kujdesur dhe duke mos shkelur në harame që të mos e zbehesh shpërblimin e agjerimit, vetëm e vetëm që ta dorëzosh tek Allahu dhe të falen gjënohet e kaluara. Dhe vetëm që të futesh tek hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili ka thënë kush agjeron Ramazanin me besim në Allahun dhe me shpresë në shpërblimin e tij, i falen të gjitha gjënohet e kaluara. Këtë mësim duhet ta vazhdojmë dhe duhet ta përcjellim në tërë jetën tonë. Një muaj është shkolla e Ramazanit, mirë po, ai që diplomon, mirë filli, ai që diplomon me sukses, duhet ta vazhdojë këtë traditë, këtë devotshmëri në të gjitha fushat, në mënyrë që t'i thuhet: Kulu washrabu haniyan bima aslaftum fil ayyam al khaliya. Hani, e pini për adhurimet dhe për kushtimin që e keni bë, për sakrificat që e keni bë në jetën e kësaj bote. Ashtu që i thuhet agjeruesit në ditën e Bajramit: sonte nuk ka më agjerim, sonte nuk ka më durim etje e pije, sonte dhe sot ka ditë feste, dhe sot ka ditë gëzimi, mbajtje lidhjeve farefisnore dhe ushqime të lloj-llojshme. Kjo i ngjason një farë xheneti i përshpejtuar në jetën e kësaj bote. Kështu do të na thuhet edhe neve në ahiret kur ta takojmë Allahun e lartësuar. Hyni, hani e pini për ditët e kaluara në jetën e kësaj bote, të cilat e keni zgjedhur që më u bindë Allahut të lartësuar. E keni zgjedhur që më fal 5 kohë të namazit. E keni zgjedhur dhe ju keni nështruar Allahut të lartësuar duke dhënë zakatin, duke kryer haxhin, duke u ruajtur dhe duke u kujdesur nga haramet shkatruese në jetën e kësaj bote. Ashtu qysh jemi kujdes që ta ruajmë agjerimin, të vazhdojmë të kujdesemi, të mos i afrohemi harameve, që të na thuhet hani e pini e hyni në xhenetet e begatët të Allahut të lartësuar. Që të na thuhet ashtu qysh do t'ju thuhet banorëve të xhenetit: Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Xhenetet e Adnit, kopshte madhështore, do të hyjnë ata besimtarë, fëmijët e tyre, bashkë me bashortët e tyre, bashkë me prindrit e tyre. Wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab. Dhe melajket ju hyjnë nga çdo derë. Çfarë i thoi? Parmendoni këtë skenë duke qenë nga banorët e xhenetit. Ju hyjnë melajket dhe na përshëndesin: Selamun aleikum, paqja qoftë mbi juve, përshëndetjet më të mira qofshin për juve, siguria më e madhe qoftë për juve, nuk ka më frikë, s'ka më raskapitje, s'ka më mërzi. Bima sabartum, për ata çfarë keni bërë sabër. Për çka keni bërë sabër? Keni bërë sabër duke agjeruar, keni bërë sabër duke dhënë zakatin, keni bërë sabër duke ruajtur dhe duke qëndruar larg nga haramet e Allahut të lartësuar, nga kufit të cilat i ka vendosur për besimtarët që mos t'i shkelin ato. Keni bërë sabër nëse ju ka godit bën një fatkeqësi, e keni ditë që është prej Allahut, dhe keni bërë sabër dhe jeni mundu që të jeni të kënaqur me caktimin e Allahut dhe keni luftuar vetveten. Ky është ai sabri. Dhe fitimi, cili është shpërblimi? Fa ni'ma uqbad dar, to xhenetet e Adnit që i ka përgatitur Allahu për këta besimtarë, sa vendbanime të mira dhe të përjetshme që janë këto për besimtarët. E lutim Allahun e madhruar me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, që të na mundsoj që këto mësime t'i vazhdojmë dhe t'i përjetojmë dhe t'i jetësojmë dhe t'i realizojmë në vetët tona, në familjet tona, dhe t'i mësojmë fëmijëve tanë se çdo çmim i lartë, çdo sukses i madh kërkon sakrificë, kërkon lodhje. Nuk ka arritje të suksesit pa kaluar mbi urën e mundimeve dhe lodhjeve. Mashtrohet ai që mendon që në jetën e kësaj bote, duke i ndjekur epshet e kënaqësit, dhe duke i ndjekur haramet që do të përfundojnë në xhenet. Nga se epshet, kënaqësit dhe haramet me to është rrethuar xhenemi, ndërsa xheneti, ashtu siç na ka transmetuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë,
Kur Allahu i lartësuar e ka krijuar xhenetin dhe xhehenemin, e ka thirrur Xhibrilin dhe xhenetin e ka rrethuar me mund, me sprova, me lodhje, me sakrifica. Ban sabër, lodhesh, ban pak sakrifica, shpërblim e ki xhenetin. I don mi ndjek epshet, haramet dhe knacit e përkohshme, atëherë Allahu na ruaj, po kjo rrugë të qenë në zjarr të xhenemit, elusim Allahun të na ruaj nga zjarri i xhenemit, ne, familjen tonë, të dashurit tanë dhe të na shtrojë rrugën dhe të na ndihmojë dhe të na jap sukses, ashtu qysh na dha sukses dhe na ndihmoi që të agjerojmë muajin e Ramazanit. Elusim Allahun të na ketë pranuar dhe të na ndihmojë dhe të na jap sukses edhe me tutje që të vazhdojmë të bindemi Allahut dhe të adhurojmë Allahun derisa të na vden, vjen vdekja dhe ajo është i kënaqur me neve. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Allah në falenderojmë, selamet dhe salavatet qofshin për me të dashin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam. Mësim tjetër që fa na jep muaji i Ramazanit, përveç atyre dy mësimeve të cilët i përmendëm në fillimin e parë të hutbes, mësimi tjetër madhështor është se veprat e pakta, por të vazhdueshme, janë shumë tek Allahu i lartësuar. Leçi janë shumë tek Allahu i lartësuar, po janë më të dashura tek Allahu i lartësuar. Allahu i lartësuar na ka treguar përmes hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se veprat më të dashura tek Allahu, çfarë i dëm prej neve, janë ato çfarë janë të pakta në numër, edhe nëse janë të pakta, ama janë të vazhdueshme. E Ramazani do më na tregu neve kjo shkollë madhështore që nëse ti përgjatë muajit bën vepra të vazhdueshme, qofshin ato edhe të vogla, në fund të muajit kur të mbledhen prej 30 ditëve janë madhështore. Dhe shembullin më konkret e ki, leximin e Kuranit përgjatë muajit të Ramazanit. Nëse vetëm nga 20 faqe i kemi lexuar çdo ditë, në fund të Ramazanit e ke gëzuar hatmen. Po nëse ke lexuar më shumë, varësisht, nëse i ke lexuar 40 faqe çdo ditë, në fund je gëzuar me 2 hatme. Nëse i ke lexuar 60 faqe, në fund je gëzuar me 3 hatme dhe kështu me radhë. Mirë, a kemi bërë vepra të tjera të cilat nëse mbledhen në fund të Ramazanit janë shumë? Wallahi, nëse nalesh dhe i mediton sa rekate i ke fal përgjatë muajit të Ramazanit, do të mahnitesh sa rekate i ke fal kur mblidhen për 30 ditëve. E ky mësim të cilën Ramazani na jep na tregon që mos t'i vlerësojmë veprat e vogla, se kur mblidhen përgjatë vitit e kur të mblidhen përgjatë tërë jetës sonë, janë njerëz zakonisht shumë. Vetëm një llogari, nëse i kemi falur 20 rekate për 30 net të muajit të Ramazanit, 20 herë 30 janë 600 rekate. E secili rekat i ka nga 2 sejdë, janë 1200 sejdë. A nuk janë pak? Wallahi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, alejke bi kathrati sujud lillah. Bë shumë sejdë ndaj Allahut të lartësuar. Fa innaka la tasjud lillahi sajda. Nga se vallahi nuk do ti mi bëj një sejdë tek Allahu, më ju përkul ballin mi vendos në sejdë. Vetëm se Allahu do ta ngrit ty një gradë dhe do ta fshin ty një gjëna. Ta shtin ja lapsin ti. 1200 sejdë i ki bë vetëm nëse i ki fal 20 rekate taravih përgjatë muajit Ramazanit. Po farzat, po sunetet gjatë ditës. Tash llogaritë. A kemi ne llogari që ta lëjmë namazin e natës, që ta lëjmë namazin e vitrit, pa e fal, nëse 20 rekate i kina fal, plus vitri 3, përgjatë muajit Ramazanit, a kemi ne llogari që tash vesh farzin e acis ta falim me të bimin e gjumë pa e fal spaku 3 rekate vitër? Gjithë secili le t'i jep përgjigje vetvetes. A don mi ngrit mi fitu këto grada të larta tek Allahu apo jo? Ndërkohë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë djalit të Omerit, Abdullah ibn Omerit, dhe ka dëshmu për to se është rob dhe musliman i mirë, pasi që e ka pa atë ondrën dhe ja ka tregu motrës së vet, Hafsës, dhe Hafsa ka qenë bashortja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëna besimtarëve, e ka pa që i kanë ardhur 2 melajke dhe gati sa nuk janë kohën duke e gjujt në zjarr, i ka dalë gjumi, ja ka tregu këtë ëndër të frikshme motrës vet që më ja komentu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çfarë i ka thënë pejgamberi? Ni'mal abdu Abdullah law kana yaqumu al-layl. Sa rob i mirë, sa musliman i devotshëm, sa rob i nënshtruar, mirëfilli është Abdullahi ndaj Allahut të lartësuar, sikur vetëm të vazhdonte
të falej natën. Tregon Hafsa prej asaj dite kur se kalon namazin e natës. Andaj, nëse ne nuk kena mundësi mos gju natën në pjesën e tretë të natës, nëse ne nuk kena mundësi mu qu në kohë të sëfyrit një falë disa rekate, atëherë mos e lë se paku para se me flejt t'i falesh 3 rekate vitër, apo shto pak më shumë dhe Allahu të shton edhe më shumë. Nga se Allahu është me bujari, nëse ti shton në nështrim dhe adhërim dhe Allahu të lartuar, Allahu është me minjohësi, të shpërblen këtë dunja, e le që të shpërblen edhe në ahiret. Rabia ibn Ka'b, njëri prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka qenë duke i shërby për një kohë të gjatë dhe i thot: "O Rabia, kërko diçka." Thot: "Jepem kohë të meditoj, jepem kohë pak të mendoj, se kjo është një ofertë që une të kërkoj tek ti, ti të kërkon te Allahu, ndërkohë që duat tuaja janë pranueshme." I thot: "Merr kohë. Okej, koha është me jote, koha është me ty." Dhe kthehet pas disa ditëve dhe i thot: "O Rasulullah, kërkoj që të jam shoqëruesi yt në xhenet." I thot: "Mos diçka tjetër." Thot: "Ja vetëm çeta." Thot: "Inni ala nafsika bi kathrati sujud." Ndihmoj vetes tënde dhe ndihmo mua që ti mi arrit këtë grad me sejdë të shumta. Me sejdë të shumta. E pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam në hadithin kutsi që transmeton që Allahu i lartuar ka thënë: "Nuk ndodh që robi im mu afru më shumë tek une, më shumë se me ata çfarë ja kam bë obligim." Çfarë na ka bë obligim? 5 namaze gjatë ditës edhe natës. 5 i falim tek Allahu shkruan sikur të 50. Me këto afrohesh më shumë ti tek Allahu. Janë 17 rekate. 17 rekate janë 34 sejdë. Allahu i lartuar farzet sigurisht se i shpërblen më shumë se sa nafile. Ndërsa me nafile, me sunetet i plotëson Allahu i lartuar mangësitë tona në farze. Prandaj Allah, nëse nuk jepi atyre që rreshtohesh në safin e namazlive që i kujdesen për farzet, mos e neglizho këtë mundësi. Nga se Allah i lartuar të ka afatizu, të ka dhënë jetë, ka dhënë jetë që ti bindesh, të ka dhënë begati, je i zhytur në begati. Nga momenti që i qelë syt, e derisa të lënë në gjumë, nuk ndodh çdo lëvizje që e bën ti vetëm se je në begati të Allahut ndaj teje. Mos rastisht sot ke pas ndonjë termin në emergjencë, në kimioterapi, apo më shku në dializë, në pastrimin e veshkave. Jo, elhamdulillah, këto janë begati të cilat duhet paguhen. A çush i pagun? Duke i nënshtruar dhe bindur Allahut, duke i kryer farzet së pari. Dhe pastaj duke i shtu sejdët për grada të mëdha. Kjo është mësimi, dhe kjo është shkolla e Ramazanit të cilën na jep. Pak, po të vazhdueshme, kur të mlidhen në tërësi, janë të shumta vallahi, janë të shumta. E lutim Allahun e madhruar që të na shpërblej në bazë të veprave më të mira të cilat i kena bë për gjatë jetës sonë. E lutim Allahun e madhruar që të na ndihmoj dhe të na jep sukses dhe udhëzim që ti ngjasojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ashtu që është përshkruar, që e ka përshkruar nëna besimtarëve, Aisha radhiyallahu anha, Allahu qoftë i kënaqur me të, se si ishte vepra dhe si ishte veprimtaria e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "Amaluhu dime." Vepra ti dhe veprimtaria e tij ka qenë e vazhdueshme, e njëtrajtshme. Kur e ka nis një vepër se kalon më, nuk ka hes dorë derisa ka dhënë shpirt. Derisa ka dhënë shpirt, i ka nis honet e me agjeru, me mishë me shpirt, i ka vazhduar honet e. I ka filluar ndonjë wird të caktuar të adhurimit, s'kalon më. Vikën e mëngjesit brëmbjes, leximin e Kuranit, mos të kalon muji shevalit pa abona një hatme, mos të kalon viti pa e hapur në Kuranin, nga se vallahi është fatkeqësi, të cilën nuk e meriton libri i Allahut që të kalojnë 11 muaj e të hapim tek në muajin e Ramazanit nëse kena jetë që ta lexojmë Kuranin. Ti vëlla nëse nuk i din shkronjat, fillo ti mëso shkronjat arabe, se janë të lehta, fëmijët i mësojnë. E nëse kurqysh nuk mundesh mi mësu, s'pako lexoje kuptimin dhe tefsirin e tij, nga se librat e shumë të cilët janë në gjuhën shqipe janë argument kundër meje, kundër teje. Dhe nuk jam pronesh, nga se me të gjitha këto libra dhe ne gjejmë kohë për çdo gjë, vetëm për librin e Allahut nuk gjejmë kohë, është për më na ardh dikush dhe më na ngushëlli për këtë fatkeqësi që po na godet. E lutim Allahun e madhruar, na jep të mirën në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe të na ripërtri imanin, dhe të na ruaj këtë ujitje dhe këtë kultivim të imanit për gjatë Ramazanit, dhe e lutim Allahun të na mbaj kjo energji e imanit për gjatë tërë vitit derisa të vjen Ramazani tjetër, të na mundsoj Allahu të ripërtrim dhe ta shtojmë imanin përsëri. Dhe lutim Allahun e madhruar që lëshimet tona,
gjunahet tona, gabimet tona të na i fal, të na i mbulon, nga sa ajo është Arhamur Rahimin, më i mëshirshëm të gjithë mëshirshmëve. Ajo është Ghafur, i cili ti fal gjunahet po dhe ti mbulon. E lutim Allahun mos më na turpru dhe mos më na marr fytyrën as në dunja as në ahiret. Dhe lutim Allahun që ta përmirësoj atë papastërtim, atë ndërsinë e zemrave tona, ashtu qysh e pastron uji dhe bora dhe breshi papastërtit. E lutim Allahun që të na ndihmoj që t'i bindemi Allahut derisa të na vden vdekja dhe ai të jetë i kënaqur me neve, dhe e lutim Allahun për përfundim të mirë në jetën e kësaj bote dhe për xhenetet e begata në botën tjetër. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة.